nga bimët më gjigande që është për tonifikimin e trupit. Çaji i hithrës. I pa diskutueshëm. Si nga njëri, piva çajin e hithrës, tha, dhe mu bën këmbët si këmbë keci, tha. Të leta, të holla, pa tjetër. Po pse? Sepse ajo nxit diurezën. Pra, bimët që na ndihmojnë në nxitjen e diurezës, në largimin e ujrave të tepërta nga organizmi, në largimin e kripës, hithra i ndihmon në mënyrë të mrekullueshme. Po, vërtet është. Atëhere, si mund ta përgatisim? Po, patjetër. Ose si çaj, duke hedhur një dorë hithra në 2 gota ujë dhe këtë çajin e pim gjatë ditës dhe na ndihmon shumë mirë në lehtësimin e enjtjes së këmbëve, ose mund ta bëjmë shumë mirë byrek me peta, me hithra, me disa lakra tegra, duke shuar dhe pak majdanoz, këtë mendrën, dhe ne marrim një ansambël të tërë me polifenole dhe flavonoide që na ndihmojnë tek mirë qarkullimi i gjakut.